Sëmundja e lijes së delave po shkakton dëme të mëdha materiale dhe po rrezikon ekzistencën e dhjetra fermerëve në vend. Nga Asociacioni i Blegtorëve alarmojnë se situata në terren është kritike, ndërsa reagimi i institucioneve përgjegjëse vlerësohet si i vonuar. Sipas kryetarit të Asociacionit të Blegtorëve, Nasser Xhemaili, dëmet tashmë kanë prekur pjesën lindore të vendit, ku mbi 100 fermer kanë humbur të gjitha tufat e tyre. Situata është alarmante, deri tash kemi mbi 10.000 vend të humbura në nivel të shtetit, kryesisht në matlimin lindore, edhe mbi 50 fermer i kanë humbë tufat e tyre dhe prej tash të tjerë nuk kanë mishkamerën. Do thënë bëhet fjalë për ekzistencën e tyre. Institucionet heshtin, realisht thonë se bëjnë diçka, por nuk bëjnë asgjë. Ne si asociacion kemi kërkuar para 3 javësh të mbajmë një mbledhje të përbashkët me Ministrinë e Bujqësisë, Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, Veterinarët Komorën dhe Fakultetin e Bujqësisë. Mirë po, ajo zgjati 3 javë, derisa pritëm bashkohemi dhe edhe kur e mbajtëm mbledhjen, domethënë mungonte drejtori i Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë. E dim sepse mungonte, sepse nuk kishin përgjigje për ne ku janë në procesin e vaksinimit. Realisht për Maqedoninë Lindore është shumë vonë, për arsyen se nëse vaksinohen delet e smura, më thonë ato mbasditjet e ngorë. Nga ana tjetër, zëvendës ministri i Bujqësisë Albrim Hoxha thotë se numri i vatrave aktive është ulur nga 30 në 11. Ai sqaron se janë kërkuar 500.000 doza vaksinash nga Turqia, por procesi i vaksinimit mbetet pezull për shkak të koordinimit me Bashkimin Evropian dhe rreziku të bllokimit të eksportit të mishit. Ajo që duhet theksohet është nga rreth 30 vatra ku sëmundja ishte aktive, aktualisht kanë mbetur vetëm rreth 11 të tilla. Agjencia ka bërë kërkesë për sigurimin e rreth 500.000 dozave të vaksinës kundër kësaj sëmundje nga Republika e Turqisë, ndërsa ne si ministri presim dritë e shite dhe jemi në koordinim të vazhdueshëm me institucionet e Bashkimit Evropian, pasi vaksinimi në këtë fazë mund të ndikojë edhe në tregun në eksportin e mishit të qenjit në tregun evropian. Pastaj ne jemi duke menaxhuar dhe krijuar të munduar të bëjmë balansin edhe mes blegtorëve të zonave të ndryshme. Për shembull, blegtorët e zonave perëndimore ku sëmundja nuk është e paraqitur dhe vazhdohet mos paraqitur, janë kundër procesit vaksinimit, ndërsa vaksinim urgjent kërkojnë blegtorët nga pjesët e prekura. Pavarësisht paralajmërimeve për ndalimin e eksportit të mishit, blegtorët insistojnë se vaksinimi duhet të nisë menjëherë, pasi ruajtja e kopeve është prioritet kryesor. Mund të ketë një ndalesë, po ne si blegtor e kemi biseduar edhe me gjithë blegtorët në nivel shtetit, se ne e pranojmë atë ndalesë. Pse e ndalojmë? E ndalojmë sepse neve nëse na shkojnë baktit, çka na duhet mishi, ku do gjejmë mish të dërgojmë jashtë shtetit. Domethënë nuk ka logjik kjo, baza e atyre që kapen për këtë pengesë. Domethënë ministria, Agjencioni i Ushqimit, institucionet mbrohen me këta se kemi ndalesë, neve nuk na pengon ajo. Bile na ndihmon zhvillimin e kopeve dhe më thënë rritjen e numrit. Greqia po përballet me njërin nga krizat më të mëdha blegtorale, ku janë konfirmuar mijëra vatra nga rajoni i Evrosit në lindje e deri tek Pelopones, duke çuar në azgjësimin e mbi 400.000 krerëve bagëti. Për të parandaluar përhapjen në të gjithë bllokun, Komisioni Evropian ka vendosur zona të rrepta restriktive në Greqi, mbyllje të thertoreve dhe ndalim të lëvizjes së mishit të qumshtit. Kjo situatë ka shërbyer si parandalim për shtetet fqinje që të zbatojnë me përpikmëri masat e karantinës dhe kontrollin kufitar.